parashikojmë është, në më thënë, Albin Kurti përdor arrogancën si doktrinë shtetënore, ai e ka naturalizuar si lider poshtnimin e kundërshtarit duke kthyer në instrument pushtetit. Dhe kjo letër realisht e ka këtë natyrë të adresimit. Shikoj se si e fillon me butësi, dhe kjo butësi uroj që kjo letër t'ju gjej mirë, i dedikohet një njeriu që ka fuqinë dhe e ka pushtetin, dhe pasaj vjen ajo që quhet poshtnimi heshtën. Çka i bjen kjo? Se Kurti me këtë letër nuk e ftoi LDK-n për bashkëpunim, por e ftoi për refuzim, dhe ky refuzim është i tillë që për ta refuzimin pastaj e konsideron si jo bashkëpunim dhe antishtetenor duke fajsuar Lidhjen Demokratike e Kosovës. Ky është ajo që më shifet mbrapa letrës. Dhe kjo ftesë është një kurth politik dhe jo një ofertë, për arsye se kjo është një farë loje vjetër e pushtetit, e fton tjetrin kur s'ka nevojë më për to, dhe vetëm për ta fajsuar ashtu siç një regjisor filmi ose një regjisor teatri i fton kritikët për ta parë filmin ose shfaqjen, por suksesi i tij tashmë është i ditur. Regjisori e marrën filmin, tani fton mi po. Albini se ka marrë halo filmin. E ka marrë filmin, besoj që është e krymë, dhe Kurti e trajtojnë fjalën konsultim, aty shikojni, si fasad për dominim të kundërshtarit dhe për ta fajsuar kundërshtarit. Kjo është pak a shumë, sepse rezultati ja jep çat përparësi për me dominumi mbi këto partitë e vogla të cilat i fton. Unë nuk e di që partitë e vogla i ka ftuar, ato janë... Nëse, në krahasim me vetëvendosjen të abonat vogla. Sa vite, unë nuk e di sa palë zgjedhje jemi, por hiç Haxhi Merxhen Borim, unë nuk e di që të gjithë tjerët ka 20 vjet që janë pjesë e pushtetit dhe pjesë e parlamentit, dhe unë këtu kur kam thënë një ditë që këta janë lehtë të përshkueshëm dhe lehtë të bleshëm, edhe pse kanë dinjitetin e parlamentit, unë mendoj që nuk ka njeri aty që refuzon, dhe po njëjtën gjë është edhe një përshkim brenda Lidhjes Demokratike, që në një farë mënyre Lidhja Demokratike për atë person është më shumë si një streh për komunikim me pushtetin se sa për të qenë deputet i Lidhjes Demokratike. Edhe pse Lidhja Demokratike, nëse keni pa një deklaratë të një eksponenti politik që thirret në Lidhjen Demokratike, e shihni se ai është i gatshëm ose familja është e gatshme që namen të një programi të mirë politik, në thojza, të vendos për deputetin si një koncept feudal i komunikimit, se ku do të shkoj deputeti. Paka shumë... Ka një gjeci. Unë nuk e thash, Dimrani e thash. Shtime punësor, dhe kjo është ajo. Ti veç amnën si aftë. Nuk e thash, për shkak të adresimit publik që ka pas. Dhe ky, do me thënë, kjo që po ndodh është për faktin se Kurti ka siguruar që është një deputet, edhe pse unë ende nuk besoj që ai... Ku i sigurojmë falë? Se pëlqen do deklaratat dhe ne po vazhdojmë kështu, po krejt pyetjet që bën tash, a u banën votat për me kriju qeverinë e re, tipi kalon shumë i lehtësi, ka kriju dhe ka siguruar. Praparsisht dje jam munduar ta sqaroj ku janë 3 votat dhe këtu prej kohësh është përgatit terreni që 3 votat janë në tregun qeverisës dhe ato të kolegët ose në një emision tjetër Fatmir Limaj e ka thënë. Po. Edhe e ka bërë arsyetimin pse këto 3 vota i japën këtij ose vetëvendosjes për të formuar pushtetin, por me kushtin që
me qenë se ka nevojë, unë besoj që zoti Limaj e ka bërë një ndarje brutale me Ramush Haradinën, e s'pa kush dash që ta ndërtojnë një rrëfim dhe arsyetim pse shkohet. Por si të qoftë, fakti se Fatmir Limaj tregon se fuqia e tij nuk mund të jetë e tillë nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, unë mendoj që ai kërkon një pako se sa vetëm fakti që për t'i dhënë 3 deputet. Paka shumë 61-62 prej deputetëve është aty, por dhimbja e madhe është te kjo pse Fatmiri shkon me 3 deputet është që e lën aleancën për ardhmërinë e Kosovës pa një grup parlamentar, pastaj do të sforcohet për të formuar një grup parlamentar. Sikur që Aleanca pa të lënë Fatmir Limajin pa një grup parlamentar kur ja pa të marrë një deputet. Nuk më kujtohet. Kjo është po Haxhi Shalin, po është ajo e mehershme. Dhe këto janë pastaj pozicionimet treja politike që janë me pasoja, por një njeri i cili bën lojën e pushtetit brutalisht me kundërshtarët është Albin Kurti. Dhe Albin Kurti nga hajvan që i quajti në ditën e zgjedhjeve, kur ditë rezultati pak a shumë, tash ka nisë me dërgu letra edhe po kërkon një bashkëpunim me soj sinqert është kjo kërkesë. Jo, në besoj që ai menimin nuk e ka ndru. Unë jam i bindur që ai ende mendon që krerët e partive opozitore janë hajvan, po kjo është vetëm formale sa për me shkute një pikë tjetër. Është e çuditshme edhe koha kur dërgohet, se Kurti nuk i ka dërguar as AK-s e as PDK-s. Nuk e ka nis as nga më e vogla e as nga më e madhja. Po e nis nga mesi, po e targeton LDK-n për shkak që në debatin publik është tu diskutu fakti që LDK-ja është ajo parti që nuk është e gatshme për koalicion të bllokut opozitor. Edhe ideja e tij është me sulmu LDK-n, që këta me gjithate kanë një afërsi me vetëvendosjen. Edhe ftesa që po i drejtohet pa radhë LDK-s, këtë kohë, po i drejtohet një ditë mas asaj që tha pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë. Një kryeministër që del me akuza, me fjalë tronda që dikush nga Serbia, Radojqiqi, po i frikson deputet e minoritetëve, dhe nuk po i lejan që të votojnë qeverin Kurti, tash kjo nxit dilemë që mos po dënë të njëjtën me bada me LDK-n, që ndikimi Radojqiqit i prek edhe partitë shqiptare. Narracioni i tij është se na gjithë e dim që Kurti si ditën që kryen zgjedhjet janë nisë fushatës 3 zgjedhore.